Keni gazdra dhe fryrje barku, pini një gotë nga kjo dhe shikoni rezultatin. Nëse shpesh vuani nga fryrjet në stomak, gazdra apo gromëstima, ne ju paraqesim këtë lëng natyral. Përbërësit e nevojshëm janë gjysmë ananasit të vogël për nga madhësia, gjysmë koke apo 2 kërcel të koprës, 2 kërcel selinom me gjethe, një pjesë të rënjës së xhenxhefilit. Të gjithë përbërësit i përzdjeni, shtoni pak ujë sipas nevojës që masa të jetë e lëngshme. Ta konsumoni në stomak të thatë derisa dhimbjet nuk zhduken. Madje këtë mund ta bëni deri në momentin kur flora e zorrës në tërësi ripërtërihet. Ananasi është i pasur me enzima të cilat ndihmojnë me tretjen e ushqimit, ndërsa selinoja parandalon mbajtjen e ujit dhe gjithashtu gromësimat, kopra dhe xhenxhefili ndikojnë në pastrimin e florës së zorrëve. Për këtë arsye, ky kombinim i fortë mund të zgjidhë problemet e fryrjeve në stomak dhe problemet me tretjen.